Mi mbrëma të dashur shikues. Jemi sot në 6 mars 2026. Në botë ka luftë. Do doja t'ju kujtoja të gjithëve se lufta e parë botërore nuk quhej lufta e parë botërore derisa filloi e dyta, quhej thjesht lufta e madhe. Madje edhe lufta e dytë botërore nuk është quajtur luftë e dytë botërore dhe përredhoi dhe e para, si e tillë derisa është bërë e qartë për të gjithë se kishte filluar tashmë. Por sot të gjithë historianët pranojnë se lufta ka filluar në vitin 1937. Në atë kohë luftohej në Kinë, Japonia sulmoi Kinën. Në vitin 39 ne e dim që Shqipëria u pushtua nga Italia, kishte konflikte në Afrikë. Kishte pushtime italiane në Afrikë. Por vetëm me hyrjen e Amerikës në luftë pas sulmit mbi Pearl Harbor në vitin 41, filloi bota të flasë për luftë botërore, që më vonë, siç e thash, u quhet lufta e dytë dhe përrjedhoi ajo tjetra u quhet lufta e parë. Nisur nga kjo logjik, nisur nga kjo përvojë historike. Unë dhe besoj dhe miku im që kam ftuar sot në studio, Alfred Sako, jemi të bindur se jemi në luftën e tretë botërore. Pavarësisht se askush nuk po e përdor këtë tokë fjalësh, askush nuk po e quan luftë botërore, po i quajmë luftra lokale. Të mos harrojmë se lufta e Ukrainës i ka kaluar 4 vjet. Kemi luftë në Iran, por lufta në Iran nuk është thjesht Izrael-Iran, as madje thjesht SBA Izrael-Iran, sepse po përfshin gjitha vendet e rajonit. E kemi shumë të paqartë se çfarë do të ndodh me Amerikën Latine dhe nuk do të ishte çudi që të kishim së shpejti një konflikt edhe më tej nazi, më thellë pra, midis Kinës, Tajvanit e pse jo dhe vendeve të tjera. Çfarë mund të bëjmë ne sigurisht jemi shumë të vegjël. Shqipëria, edhe aq më pak, ne si individ, unë dhe Cako apo ju, kemi shumë pak në dorë për të ndikuar, por do të ishte e mira që në radh parë të kuptonim se çfarë po ndodh. Nëse nuk e kuptojmë se çfarë po ndodh, nuk mund të luajmë asnjë rol. Cako, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Kastrot. Po bëhet java që luftohet në Iran. U tha që do të jetë punë 4-5 ditësh. U hoqën paralele me Venezuelën. U madje çështja zgjati vetëm disa orë. Ku jemi sot pas një jave? Po, sigurisht që lufta është duke vazhduar dhe unë mendoj që është një luftë ku lufton Rimlandi me Artlandin, ku Artlandi mund të qëtë tokë zemra, kjo pjesa që ka qenë dikur ish BRSS-ja, pa këto vendet e lindjes, cilat janë përfshirë në NATO tashmë dhe në Bashkimin Evropian, po ku është bashkuar Kina me vendet me Artlandin, që ka qenë ish Bashkimi Sovjetik, janë ato që quhen PRICS ndryshe, ku janë futur në këtë Artlandin euroaziatik edhe disa vendet të tjera, si Brazili, është përfshirë dhe India aty, dhe Afrika e Jugut. Dhe lufta është me proxy, ashtu siç po bëhet që siç është bërë lufta në Ukrainë me proxy, ku luftonte në fakt perëndimi me Rusinë. Edhe kjo është një luftë me proxy ku palët... Pra një luftë me prokur për shqiptarët që nuk e din anglishtën. Po, do më thënë japin kontribut shumë shtete, po në ekran del një shtet si kur lufton, por këta sigurisht që furnizohen me teknologji. Po kur thua luftë me prokur, e ke fjalën për Iranin që lufton për llogaritë të BRICS-it? Po. Po në krahun tjetër s'duket me prokur, sa Amerika është përfshirë vetë. Jo, deri tash Amerika s'ka nevojë për prokur, se është superfuqi edhe... Jo, e kam fjalën që e ka përdorur prokura në Ukrainë, po jo në këtë rast. Në këtë rast është përfshirë vetë. Po, e kisha fjalën për Iranin këtu, që po lufton i ndihmuar nga vendet e BRICS-it, sidomos nga Kina, nga Rusia, por edhe nga India, e cila ka interesa strategjike në Iran, sepse merrte naftën në India në Iran, dhe ka pasur investime që janë shkatruar. Kinës ju shkatruan në Venezuelë disa gati afro $2 trilion investime, që Iran në kontrollin e Shtetet Bashkuara, ku Kina syndot me në Venezuelë. Dhe e njëjta gjë ka ndodhur me Indinë, për shembull, në disa investime që ka patur India nga 500 milion janë shkatruar në rafinerinë nafte nga bombardimet. Gjithashtu Indis është duke i vajtur zjarri afër, sepse në Sri Lanka këto torpedierët amerikanë kanë goditur anije të mëdha moderne cisterna iraniane, të cilat ishin ankoruar në Sri Lanka në pjesën e kufirit me Indinë.
Dhe 300 kilometra lart Indisë, pra janë mbytur është mbytur kjo anija gjigande, Qisten. Kina ka dërguar specialistët e saj dhe Amerika nuk ka çfarë thotë, sepse edhe në Ukrainë Amerika dërgovi specialistët gjatë kohës së Bidenit, të cilët ndihmonin Ukrainën kundër gjithashtu dhe Britania dhe NATO janë përgjithësi dërgoi specialistë përveç armatimeve dhe huave të tjera të pafund që u dhanë në mënyrë bujare Ukrainës, me mendimin që lufta do të mbyllesh edhe Rusia do të lodheshe. Tashi unë mendoj që lufta do të vazhdoj gjatë, edhe Putini atëherë mendojshë që do ta mbyllte luftën shumë shpejt. Unë kam qenë një nga njerëzit që kam thënë që lufta do të vazhdoj gjatë në Ukrainë, në prononcimet e mia publike. Kam thënë edhe kur filloi lufta në Gaza që është një luftë e gjatë që do të shtrihet dhe në Iran dhe në Irak. Unë mendoj që do të përfshihet Iraku i gjithë në luftë kundër Amerikës dhe problemin më të madh Amerika do ta ketë tash me Irakun, jo me Iranin. Sepse Po thua që Iraku do të rreshtohet për krah Iranit në këtë luftë? Po, unë kështu mendoj. Për çfarë arsye shikon një aleancë mes të dyve? Me përjashtim të këtyre kurdëve të Irakut që mendoj që do jenë në aleancë me Izraelin dhe me Shtetet e Bashkuara, shiitët dhe sunitët e Irakut do të hidhen në luftë kundër Shteteve të Bashkuara dhe duke i shërbyer indirekt Iranit. Mendoj që Irani do përpiqet të pushtojë Bahreinin, që është një ishull pranë Arabisë Saudite në detin Persik, në gjirin Persik. Dhe do të ketë një zgjerim gjithnjë më shumë të luftës dhe them që në zjarrin e kësaj lufte që do të zgjat shumë kohë do të përfshihen edhe Rusia dhe Kina dhe këtu do të duket fillimi i luftës Si marrim arsye me radhë, por lufta më e madhe sigurisht do të lufta mes Evropës dhe Rusisë. Shtetet e Bashkuara në këto ditë kanë dhënë një 4-5 variante të ndryshme për shkakun e luftës. Njëherë thanë që Irani ishte shumë pranë ndërtimit të armëve bërthamore, që është përgjigjëstruar fuqishëm nga analistët dhe nga zyrtarë madje edhe të Pentagonit. Pastaj thanë që po zhvillonte raketa me rrezet gjatë veprimi që kërcënonin Amerikën. Pastaj thanë kërcënonin bazat amerikane dhe qytetarët amerikanë në rajon. Pastaj doli ministri i jashtëm Rubio dhe tha ne u detyruam të futemi sepse u fut Izraeli, na e bëri fakt të kryer Izraeli, që është jashtëzakonisht fyese për Amerikën të mendosh që futet në luftë vetëm se është futur një shtet tjetër, qoftë ky dhe Izraeli. Pastaj Trump dhe zëdhënësit e tij kanë thënë që Irani planifikonte sulme për të vrarë Trumpin, pra atentate. A nuk të duket se ka një inflacion gënjeshtrash duke u thënë 7 apo 8 arsye, kur mjafton një që tjetë vërtet, tjetë qëndësishme? Unë mendoj që ka disa arsye për zhvillimin e kësaj lufte. Izraeli është i përfshirë në luftë për atë skemën e madhe, për të bërë Izraelin e madh, për të coptuar Iranin dhe për të futur bankat qendrore të tyre në sistemin e ri të parave digjitale që Rothschildët po përpiqen të krijojnë, duke qenë ata bankerët e mëdhenj të çdo banke qendrore që do ketë të drejtën, se tash nuk do ketë më bankat të dyta. Do jetë vetëm bankat qendrore, të cilat do kenë ato bankomatet edhe të mëdhenj dhe të vegjël, nëpërmjet cilave mund të bësh veprime për kredit dhe debit që ti zhvillon gjatë aktivitetit tënd ekonomik në numrin tënd të llogarisë. Dhe këtë monopol po përpiqen ta ruajnë dinastia bankare, familja Rothschild, dinastia më e madhe bankare, dhe Rusia dhe Irani nuk janë në bankat qendrore të tyre, nuk janë në sistemin komandues të Rothschildëve, pra nuk kanë ata të drejtën e emisionit. Po Kina? Kina është në kontrollin e tyre. Tashi, domethënë, ato vende ku janë bërë luftra nuk kanë qenë në kontrollin e tyre. Ka qenë Sudani, Kuba, Venezuela, Irani, ka qenë Iraku, deri para se
të zhvillohej lufta, Libia. edhe Korea e Veriut. Këto janë vendet që bankat e tyre qendrore nuk janë në kontrollin e bankës së familjes Rothschild. Unë mendoj që këta janë të gjithë bashkë dhe këta të tjerët pra që janë në kontrollin e Rothschildëve dhe kompjuterin e ka një dorë. Janë këta, domethënë fisnikëria e zezë që e kontrollojnë kompjuterin dhe i përdorin të gjithë këta politikanët sigur shau. Madje mendoj që edhe ky Ali Khamenei ka qenë një njeriu i tyre, i sjell në vitin 79 nga Franca. Dhe Po thua që Khamenei ka qenë në shërbim të Rothschildëve. Po, të fisnikërisë së zezë. Po si u ka shërbyer nga 79-a deri sa vdiq? Ju ka shërbyer për të realizuar polin e kundërt të Izraelit. Nëse njëri ishte plus, ky bëri minusin. Ndërsa Shau ishte plus edhe nuk shkaktonte atë reaksionin në lindjen e mesme për të shkaktuar luftë, hoqën Shaun dhe unë një minus që të shkaktohej reaksioni ose tensioni mes dy vendeve të fuqishme të lindjes së mesme. Mendon që në këtë prizëm ka qenë edhe ajo që ka ndodhur pra lufta Iran-Irak për 8 vjet me radhë? Po, këta e shpjegovin që ky kryeministri britanik Boris Johnson para ca ditësh, qofse e ke parë. Jo, se kam parë. Ai tha që la të kuptohej që ne kemi përmbysur Shaun sepse Shau kish paguar 400 milion pound, mos gaboj, për të blerë tankse. Që nuk ja, këtë e kam dëgjuar, po, që as nuk ja quam tanket, as nuk ja kthyen parat. Po, dhe tankset ja quam Irakut, tha, dhe shitëm dhe vend 2 herë, tha, dhe ja quam atyre që... E dëgjom. Po, tashi, ky thot një nga këto, po Boris Johnsoni nuk i ditë gjitha, kupton, se janë Rothschildët sipër që organizojnë atë lojën e madhe, nuk e di kush është mbi ta. Dhe unë të shoj që Ali Khamenei është gjallë dhe ka ikur diku, futi ata 400 veta aty në Gratsk, të cilët u eliminuan, dhe ai mund të jetë larguar diku dhe është i gjallë, mendoj unë. Po mirë, të kthehemi pak deklaratave. Nëse o t'i thoje dikujt për shembull në vitin 46, 47, 50 që Hitleri është gjallë dhe ka qenë njeriu i çifutëve, të vrisin me gur apo jo. Edhe sot e njëjta gjë mund të ndodhë, por mund të jetë e vërtetë. Dhe unë dyshoj që Khamenei është gjallë. Edhe le ta tregojnë trupin kush i vrarë. Edhe për Bin Ladenin, këta thonë e vram, me odhëm në det, e kështu, pse s'ka një video në anien ku është vrarë Bin Ladeni? Nuk ka asnjë të dhënë që Bin Ladeni ka vdekur. S'ka asnjë video as të aksionit. Po, unë mendoj që Për vrasjen e Bin Ladenit. Po, unë mendoj që Bin Ladeni është i gjallë, dhe ka qenë një aset i CIA-s, ka bërë punën të CIA-s, ashtu si dhe Po do të kenë bërë një operacion plastik të mirë. Po, nuk është problem se i heqin mjekrën, i vën një kapele kështu. Po jo, vetëm mjekrën, besoj që i ka ndërhyrë portret për ta ndryshuar që tjetër hatajs. Po, s'është problem. Ti kthehemi pak deklaratave që kanë bërë politikanët në këto. Khamenei e mbyllin aty në shtëpi këto vite që i kanë ngelur në një vilë atje. Ka pasur ca deklarata shumë interesante të këtyre ditëve të fundit. Po e filloj nga një që është më e vjetër, viti 2018. Është zbuluar një video ku Pete Hegseth, ministri aktual i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara, përmend mrekullitë që i kanë ndodhur Izraelit, pra krijimi i shtetit të Izraelit, lufta e 6 ditëve, lufta e Jom Kipurit të 73-shit, shpallja e Jeruzalemit kryeqytet, i quan gjitha këto mrekulli dhe në fund thot pse të mos ndodh dhe mrekullia tjetër, ndërtimi i tempullit. Atëherë ky ka qenë thjesht një gazetar, evangelist sionist, pra i krishterë që mbështet sionizmin, por tani është ministri i mbrojtjes. Dhe ndërkohë ka ankesa, ka pasur mbi 200 telefonata të ushtarëve amerikanë që janë ankuar në Fondacionin për Liri Fetare në Ushtrinë Amerikane, se komandantët e tyre u kanë thënë që jeni në një mision të shenjtë, po luftoni për llogaritë të Zotit, Donald Trump ishte dërguar nga Zoti në tokë dhe do bëjmë Armagedon. Si e gjykon këtë lidhje? Po kjo do të ndodhë. Madje shumë shpejt do goditet Xhamia al-Aqsa, aty ku ka qenë tempulli i parë dhe i dytë i Solomonit. Pra po thua që ka një dimension fetar kjo luftë? Po, shiko, unë mendoj që historia është një matrix që
nuk I shmangesh dot. Dhe ata që e kanë krijuar historinë ose që janë në gjendje të shikojnë të ardhmen, e kanë parë këtë dhe e kanë shkruar në librat e shenjtë ato që do të ndodhin dhe që janë duke ndodhur disa prej tyre. Dhe midis tjerave thuhet që në këto profecitë e Biblës thuhet që do rindërtohet tempulli I tretë I Solomonit dhe unë kam dëgjuar dhe nga politikanë të tjerë të cilët kanë thënë që mund të ndodhi që Irani duke goditur Jeruzalemin perëndimor ku ndodhen xhifutët, ka goditur disa kilometro në vijë ajrore, 1 apo 2 kilometro më tutje se Xhamia Al-Aqsa, unë kam parë videot, dhe ka stile japin këto që ti shikojnë njerëzit, është marrë Xhamia Al-Aqsa dhe mbrapa xhamis binin raketat. Dhe një ditë do t'i hedhin mbi xhami, do t'i hedhin vetë izraelitët, ndoshta dhe nga Irani. Pra do të ketë një operacion me flamur të rrem. Po, edhe do të arëzojnë, dhe ky do jetë një moment që do të nervozoj dhe do të vërë në lëvizje shumë musliman kundër Izraelit. Izraeli do përpiqet që këtë zemërim ta kalojë kundër shiitëve, të sunitëve, duke thënë që e goditën këta me raketa, nuk e kemi goditur ne. Dhe unë mendoj që kjo është në kuadër të shaut që e luan një dorë, të dy anët e shaut. I luan një dorë. Ai ka kompjuterat dhe vendos këdo godas ose Dje Lindsey Graham, senatori I famshëm amerikan, luftë-nxitësi më I madh. do të thesha dhe gjë, Kastriot, më fal. Këta evangelistët, pjesa më e madhe e tyre janë xhifut. Në vitin 1000 Evangelistët janë xhifut? po. Janë sionist apo xhifut? Sionist po janë edhe xhifut nga origjina. Këta shumica e tyre ose drejtuesit e tyre, njerëzit më të përmendur të tyre, kur u krijua Republika e Venecias dhe e Gjenevës në vitet 1000 dhe që u bën 2 shtetet tregtare më të fuqishme të botës që tregtonin deri në Kin, erza, barut, porcelan, pusulla dhe gjëra të tjera, çaj. Në kohën e Marko Polos, këto u mësyn në kuptimin ekonomik nga fajdegjinët e lindjes e brejnë semit. Dhe këta kur erdhen u vendosën në këto zona dhe në zona të tjera si në Antwerp, në Amsterdam, në Rotterdam, në portet e mëdha, ku kishte filluar një tregti shumë e madhe, por edhe në Italinë qendrore, në Pisa, në këtë Romë, në qytetet të tjera më sipër. Këta u ndan në 2 pjesë, elita e këtyre xhifutëve u ndan në xhifut që u konvertuan në krishterim dhe në xhifut që vazhduan pajdet, sepse në krishterim nuk të linin të jepnje, të linte Kisha Katolike të jepnje para me pajde. Pra po thua që ky kontingjent I madh I evangelistëve sionistë sot në SBA janë kriptoxhifut? Janë të fshehur, po punojnë për të njëjtin qëllim, për të njëjtin besim, po thjesht kanë veshur kostumin e besimtarit krishterë. Kur u ndan që ikën ande, u quajtën fisnikëria e zezë, sepse për shumë arsye, sepse qëllimet e tyre ishin këto që janë sot dhe konsideroheshin të zeza. Këta kishin një libër për bazë që quhej Utopia, dhe këta kishin si simbol të arritjes përfundimtare të njeriut që quhet njeriu Adam Kadmon. Adam Kadmoni është njeri android që I ka brenda dhe mashkullin dhe femrën. Dhe përpjekjet për të androidizuar njerëzit sot me këto teoritë e majta të këtyre LGTB-ve dhe të homoseksualizmit, këta përpiqen të krijojnë modelin tek njeriu të Adam Kadmonit. Dhe që të realizohet ky proces, si thot njëri nga sektet asidik më të fortë që kanë xhifutët, që është sekti I
Çabat Lubavicit. New Yorkut. Po, këta janë krijuar në qytetin Lubavitch të Rusisë. Janë krijuar rreth viteve 1760 kur zhvilloheshin luftrat civile në Amerikë. Dhe Po, këta ka përshtypje që komunitetin më të madh e kanë në New York sot. po sot e kanë. Atje kanë qendër, kanë edhe atë sinagogën e famshme që kishte tunele nën toksore. Po, që i kemi parë në për video që kanë gjetur dhe skelete brenda nga ritualet që bënin mbi fëmijët. Këta janë pjesa më fortë e çifutëve dhe që kanë dhe shumë financa të forta dhe që janë bashkë me Rothschildin në sektin e besimit gjuish. Këto dy grupe janë grupet më të forta, grupet e financave. Kemi edhe Ramën vizitor të rregullt atje kur shkon në New York. Shkon ke vari atij profetit që kanë këta që ka vdekur në vitin 1992. S'po më kujtohet emri i tij, ishte edhe Trumpi para ca kohësh, e shoqëronte ky gazetari sionist, ky djalë i ri, ky gjuish është ky në Amerikë. Ben Shapiro. Po, Ben Shapiro e shoqëronte dhe i tregonte se mbi jetën dhe mrekullitë që ka bërë ky rabini që ka vdekur në vitin 92, nuk më kujtohet mbi emrin Mickiewicz se si e ka pasur. Asun se kujtoj, po e di që ata udhëtarët e tij pretendojnë që ai mund të vijë një natë nga ato tunelet. Po. Mund të ringjallën dhe prandaj duhen hapur tunelet se do vijë ai. Po, se s'vjen dot nga dera ai. Kanë lloj psikopatirash këta dhe këta kanë këtë teori. Këta thonë me përjashtim të Amalekitëve, që është një degë që vjen. Amaleku ka qenë nipi i këtij vllajt të Jakobit, që Esaut. Këta i thonë dhe Edom ndonjëherë, edhe evropianët i quajnë Edomit, domethënë që kanë rrjedhur nga Esau. Këta kanë pasur atë historinë që se ishin binjak Jakobi, djemt e Jozefit, Jakobi me Esaun, por këta e kishin që kush linte i pari, që dilte nga mitra ose nga barku i nënës i pari, merrte të drejtën e trashëgimisë i parë linduri. Po, i parë linduri. Mirë po, duke qenë se Esau lindi mi dobët dhe Jakobi ishte mi plot dhe mi shëndosh, këta kur e pan, menduan që Esau mund të zhvillohesha me vonesë, edhe u mblodhën atje dhe vendosin që Jakobi do e trashëgimtari, pra i dyti, linduri dyti, jo i parë linduri, dhe Amaleku ka qenë djali i Esaut ose nipi i Esaut, nuk jam i sigurt sipas Biblës, se kam kohë që i kam lexuar këto dhe mund t'i kem fiksuar ndonjë gjë gabim, dhe këta Amalekitët, kur çifutët u kthyen nga Egjipti, që u përzun nga Egjipti, nga perandori, nga faraoni egjiptian, Amalekitët i kanë goditur gjatë kohës që këta udhëtonin për në drejtim të Palestinës, dhe ku pjesën ku është sot Gaza dhe pjesa më lartë se Gaza, buzë detit mes, dhe e kishin zënë Filistinët vendet e këtyra. Filistinët mendohet që janë një popull i ardhur nga Shqiproja, që janë edhe grek, janë edhe disa rasa të tjera, dhe çifutët patën luftë me këto dy fise, por Amalekitët i goditën mbrapa shpine dhe këta i kanë dënuar, dhe këta Çabat Lubavicit thonë që çdo popull, çdo racë ka të drejtë të konvertohet, thonë këta, në gjuish në momentet e fundit, me përjashtim të Amalekitëve që janë këto fiset që kanë mbetur atje në për të cilët u la porosia që tu vritën edhe qentë edhe macet edhe dhe paktit. Dhe thonë në momentin e fundit kur ne të marrim gjithë pushtetin, thonë, dhe të kemi zhdukur gjithë njerëzimin, janë psikopat, janë të çmendur. Neve thotë do t'i vrasim dhe këta që janë konvertuar dhe 2/3 që do jenë çifut dhe do mbetet vetëm 1/3 e çifutëve të cilët do kenë pronë thotë gjithë planetin, tokë, dhe do të kontrollojnë nëpërmjet teknologjisë, do të shfrytëzojnë të mirat materiale nga burimet që ka toka dhe do t'i kemë vetëm ky grup i vogël çifutësh që janë Çabat Lubavitch sipas tyre. Këta e lidha dhe me tempullin e tretë, sepse këta, do me thëmë, profecitë e tyre i kanë sipas Biblës të lidhura me ndërtimin e tempullit të tretë të Solomonit. Po mirë, në qoftë se të shembet
xhamia Al-Aqsa dhe ndërtohet. Mjafton të shembet ajo se ndërtimi i tempullit do doj kohë. A nuk do t'ishte kjo një deklaratë lufte ndaj gjithë muslimanëve dhe a nuk do t'ishte kjo një arsye që sunitët dhe shiitët të bëheshin gjithë bashkë? Po, këta do tentojnë me rrëzimin e kësaj t'i futin luftë shiitët me sunitët, duke u thënë që shiitët goditën xhamin Al-Aqsa me bombardime. Po, a thua do ta besojnë sepse shikoj pse ta them këtë, pati një raketë që ishte drejtuar drejt bazës Akrotirit. Dhe Ministria e Mbrojtjes e Britanisë Madhe ka thënë që piknisja nuk ishte Irani. Po. Droni ishte iranian, shahid, por nuk është nisur nga Irani, është nisur nga diku tjetër, nuk e kanë thënë se nga. Pra, nuk mendojnë që njerëzit kanë filluar të kuptojnë që ka dhe të tillë lojra që quhen flamur rrem. Tucker Carlson tash në një intervistë, ai gazetari famshëm amerikan, deklaroi që Arabia Saudite dhe Katari, në mos gaboj, kishin kapur 2 agent të Mossadit, vendas atje, të ngarkuar me vendosje eksplozive, që vinin eksploziv dhe akuzonin Iranin që i godiste Irani. Dhe në këtë mënyrë është dhe kjo që juve e sapo thatë, dhe që unë do të tregoj një rast tjetër që ka ndodhur. Kur David Ben Gurioni filloi ndërtimin e bombave atomike në vitin 60 në Dimona, që filluan ndërtuan atë fabrikën e pasurimit të uraniumit, presidenti JFK ose Kennedy, John Kennedy, e mori seriozisht që të mos i lejonte izraelitët që të bënin, sionistët e Izraelit të bënin bombën atomike, po dhe gjithë sionistët e tjerë të botës. Dhe vendosi një anije që kontrollonte nëpërmjet radarëve të vet emisionin që lëshojnë lëndët radioaktive dhe ishte pozicionuar nga Dimona dhe e kontrollonte që të mos prodhonte, sepse Dimona është afër detit edhe ka nevojë për ujë këto. E survejonin edhe nga ajri. Po. Dhe ishte një anije, nuk më kujtohet emri i saj tash, dhe David Ben Gurioni dha dorëheqjen për këtë shkak, sepse nuk u mor vesh me Kennedyn, dhe kërcënoi Kennedyn dhe mallkoi në deklaratën e tij të fundit, dhe shprente atë mendimin që ky do përfundojë shumë shpejt Kennedy, dhe disa muaj mbasi dha dorëheqjen, Kennedy u vra nga disa shërbime sekrete, duke përfshirë Mossadin, CIA-n, MI6-in, po mbi të gjitha Permindexin e Rothschildëve, që është një nga shërbimet sekrete më misterios sot në botë. Quhet Permindex? Po, Permindex është shërbimi sekret i bankierëve. Që bashkëpunon me raste me shërbimet sekrete shtetërore. Po dhe CIA-n, këta e kanë kryuar, City of London e ka kryuar, CIA është kryuar në vitin 46, në mos gaboj. Dhe e ka krijuar një nga njerëzit kryesor të Rothschildëve, që është John James Ingleton. Okej, kthehemi tek Dimona, tek Izraeli, për shkak se kjo anija kontrollonte prodhimin e uraniumit, këta dërguan me flamur të rem, dërguan një helikopter, 2-3 helikopter dhe një nëndetse nga poshtë, që e goditi dhe nga poshtë me redh në ujë anijen, dhe nga lartë e qellovi me helikopter u qelluan, dhe këta menduan se do iknin, do shpëtonin dhe vranë 1000 marinar, 1000 marinë sa aty janë vrarë. Mos po thua për USS Liberty. Po, Liberty ajo. Po jo, po është më vonë kjo. Nuk është në 67-ën. 67-ën, po, në kohën e Lyndon Johnson. Mbasi u vra Kennedy, thash. Okej, Kennedy u vra 63-ën. Po, edhe këta e qelluan dhe ambrar 1000 ushtar, 950, më duket. Dhe këta arritën të rrëzuan më pak, po ka qenë incidenti më i rëndë në marrëdhënien e dy palëve. Këta rrëzuan një helikopter dhe kapën atë pilotin, i cili deklaroi që ishte izraelit. Ndërkohë, kur ndodhi goditja, Lyndon Johnson u lajmërua që Egypti po sulmonte anijen në mesdhe, anijen amerikane, dhe Lyndon Johnson i thonë që bëri gati valixhen për goditje bërthamore kundër
taktike kundër Egjiptit. Këtë se besoj. E po kështu thua. Kundër Egjiptit, okay, në fakt se kundër Egjiptit. Jo, unë citova unë, mendova që e bëri kundër Izraelit. Jo, kundër Egjiptit edhe në pasaj pak më vonë i thanë nuk është situata ndryshe, janë këta që na goditën. Dhe këta marinarët i shpërndarën këta që mbeten gjallë në shumë vende dhe u kërkuan që asnjëri të mos fliste çfarë kishte ndodhur mbi incidentin. Po ata që kanë mbetur gjallë gjithë flasin. Shkojnë çdo vit edhe para shtëpisë bardh kërkojnë transparencë. Po. Mirë po, transparenca s'ka për të ardhur kur, sepse gjuhëshët kontrollojnë Shtetet e Bashkuara. Unë kam përshtypjen një lajm tjetër që kam dëgjuar këto ditë, ai ishte i vjetër, ishte 73-shit, po unë e mora vesh tani. Në 73-shin Amerika pas ka qenë shumë hezituese për ta ndihmuar Izraelin në luftë me fqinjet, me Sirinë me Egjiptin. Dhe madje pas ka paralajmëruar që nëse ju vazhdoni akoma sulmet ndaj tyre, ne do ndërpresim financimin e armëve. Më fal, transportin e armëve, dërgesat. Dhe marifeti që pas ka zgjedhur Izraeli për të shantazhuar SBA-n në atë kohë, ka qenë që kanë bërë gati një avion me 2 raketa me mbushe bërthamore. Po thuhet edhe tash. Ja kanë treguar dhe i kanë thënë tani vendosni, nëse nuk na mbështesni, ne do t'i hedhim këto se ne jemi të kërcënuar. Edhe me një herë është rikthyer në takimin që ka patur Trumpi me Netanyahu, ai këta i ka thënë që ata janë duke prodhuar raketat bërthamore dhe ne duhet t'i sulmojmë, por ne nuk kemi fuqi dhe kapacitete që ta mundim Iranin bashkë me miqtë e vet, me aleatët e vet. Kështu që o do idheni të na ndihmoni ose ne do përdorim superioritetin ton që kemi ushtarak për t'i goditur me armë bërthamore. Dhe kjo thuhet që është një nga arsyet pse hyri Trump në luftë, me mendimin që do vepronte si herën e parë që e mbylli luftën me një bombardime dhe me një teatr kështu sikur e kishte shkatruar edhe të gjitha palët dolën me ndem. Nuk e dish përshtypjen e tij, po më duket se Trump po bëhet qesharak. Doli dhe tha që ata që zgjedhin pasuesin në Iran duhet flasin me mua, duhet bijem dakord bashkë se kush do jetë pasuesi i Khameneit. Po. Njësoj se madje hoqi edhe paralele me Venezuelën, tha, po ashtu si tha Rodriguez, tha u mor me mua, tha bisedoj me mua. Është mirë me shëndet këtë, domethënë ndërkohë që bombardon vret me mirë njerëz, pret që ata t'i thonë kë do ti pasues? Po më shumë se sa mirë nga shëndeti mendor, kjo vjen nga ndjenja e madhështisë që ka si president. Në këtë kuptim them që është rregull se se unë dëgjoj edhe në çdo dalje publike lavdron veten në një farë feje që nuk ka ku të shkojë domethënë. Dhe e kanë marrë këtë virus edhe stafi i vet. Ne kemi bursën të ngritur kaq, kemi ulur inflacionin kaq, kemi ulur borxhin kaq, gjitha gënjeshtra, kemi mbyllur 7 luftra, kemi pse mburren kaq shumë? Mendon që i besojnë vërtet apo kanë filluar të rrëshqasin kësaj? Po disa punë i bëri në fakt qeveria Trump, bëri disa punë. Në frontin e luftës anti-woke ka bërë shumë punë të mira, patjetër. Ka mbajtur premtimet, po politikën e jashtme në çështjet e luftës dhe të paqes është një zhgënjim total. Në fushën e migracionit ka bërë shumë përpjekje, ka bllokuar hyrjet e këtyre tuajve, të paligjshmëve që i quajnë ata të paligjshmëve. Murin me Meksikën e ka përforcuar. Më nuk ja hequn gjitha këto merita Trumpit. Kufin të ruan. Edhe kundër agjendës LGBT ka bërë punë të mira, edhe për transparencën e vaksinave, të trajtimeve, të licencave që marrin kompanitë farmaceutike, patjetër. Në Venezuelë bëri një punë të mrekullueshme, sepse Venezuela ishte lidhur me Kinën, dhe Kina kishte një rritje të paparë, të pandalshme dhe shumë shpejt do ta fundoste dollarin. Po çfarë ka ndryshuar në Venezuelë? Sa ikëm tani nga Irani shkuam në Venezuelë, po çfarë ka ndryshuar? Po është e njëjta qeveri. Zvonës presidenti është presidente. Mirë, po kanë hyrë kompanitë amerikane, kanë marrë aksionet që kanë pasur dhe kontrollohet tash nafta dhe një nga gjërat që është arritur është që asnjë litër naftë nuk do shitet pa dollar. Pra Venezuela do vazhdoj politikën e petrodollarit të realizuar në 72-73-shin.
nga Nixoni me vendet arabe, që quhen marrëveshje smithsoniane 1 dhe 2. Mirë, po Trumpi flet për ndryshim regjimi. Ta kuptojnë njerëzit, deri në vitin 72 ka vepruar në drejtimin financiar marrëveshja e Bretton Woodsit, ku dollari mbështeteshe në arë. Po. Mbas 72-73 mbështeteshe në arë dhe në arin e zi, që ishte nafta. Por që sepse Nixoni e hoqi konvertueshmërinë e dollarit me arë. Po, sepse që të mbështetesh e ke nafta, duhet që nafta kryesore e botës që ishin lindjen e mesme, duhet shitesh me dollar. Dhe çdo mall që shitet me dollar kontribon në GDP-n e vendit që ka monedën. Domethënë s'ka rëndësi se ku e prodhon ti këtë Coca-Colën, po shit me dollar kjo në Japoni, ai është quhet mall i prodhuar në Amerikë, pra kontribon në GDP-n e Amerikës. Dhe kjo ruante fuqinë e Amerikës, sepse bota u projektua në këtë mënyrë mbas luftës së dytë botërore. Kina do të ishte hardware i madh, pra fabrikat që do të prodhonin me punëtorët e tyre të shumt, që do prodhonin mallrat kryesore të botës. Evropa do të krijonte bashkë me Amerikën, me ato universitetet e veta më të zhvilluara ku shkonin dhe kinezët studionin, po shumë pak student, do të krijonte software-ët. Dhe software-ët do të shiteshin vendet që kishin hardware-ët dhe këto do të mbanin ekonomitë e tyre. Dhe njëkohësisht një nga bazat e ekonomisë të vendeve të perëndimit, të Evropës, do të ishte turizmi, ku me miliona njerëz do vinin, do linin paret e tyre dhe nëpërmjet reklamave që do t'ju bëheshin këtyre qendrave. Ndërsa Shtetet e Bashkuara do ta bazonin ekonominë e tyre dhe paraja që ishte mbreti që do garantonte çdo shkëmbim me monedat e tjera në tregun fiks të monedave, që dhe në vitin 70 tregu ka qenë fiks për shkak se bazoheshe vetëm ke ari, ke çmimi i arit, kurse pasaj u krya fluktuacion, domethënë në lëkundje në ato këmbimet mbas petrodollarit. Dhe Amerika do të mbaheshe me prodhimin e softverave, me Silicon Valley që ja kalovi dhe Evropës, dhe me kryesisht me naftën, e cila do të ishte pjesë e ekonomisë amerikane, me këto lloj marrëveshje smithsoniane, dhe treta me industrinë e luftës. Edhe bankat. Edhe bankat. Sistemi bankar e kishte Evropa, po për Kinën bankat evropiane do të ishin në Japoni. Dhe Japonia do të mbaheshe me sistemin bankar në pjesën e Azisë, por me një kusht që bankat të ruanin interesa shumë të ulta, afër zeros, me qëllim që të kishte interes për investitorët nga perëndimi që do shkonin të investonin në Kinë. Mirë po Kina, krahas hardware-ve që sigurojnë nga perëndimi, kërkoi të merrte edhe software. Filloi nëpërmjet inteligjencës së spionazhit, filloi të vidhte software-ët e perëndimit për të arritur që t'i prodhonte vetë hardware. Më kupton? Si që arriti, ja ka vjedhur gjitha teknologjitë, të baterive, të makinave, të kompjuterëve. Edhe ky moment tashi është një moment i rrezikshëm sepse synon. Po ta vësh re, Trumpi kërcënim të madh kundër vendeve të BRICS-it ka dhënë kur ka folur në lidhje me paran që do këmbeshin mallrat në BRICS. Tha, po guxuat të bëni tregti pa dollar ose euro, tha. Atëherë tha, ta dini që ky është fundi, tha, është vija e kuqe. Tha, mos guxoni, tha, të bëni tregti, tha, domethënë ai kërkonte që ju dakord të rini si klub ekonomik me bazë dollari. Po, dhe gjithë ekonomia tuaj do vijë ke unë, se kështu është. Qofse ata do shkëmbenin me dollar, ky do emetoj dollar dhe dollari në fund të fundit do jetë është pronë e atij që lëshon, dhe vjen një moment që rikthehet ke ata që lëshojnë. Pra ekonomia amerikane do të ishte shumë e fuqishme. Mirë po këta filluan të shkëmbenin në yen, filluan të shkëmbenin në rubla, këto kohët e fundit, dhe Irani nuk shiste më naftën me dollar. Dhe Trumpi gjatë bisedimeve i kërkoi dy gjëra iranianëve, që të mos bëheshe lufta,
përveç ndalimit të prodhimit të uraniumit dhe kontrollit që do t'i bënte agjencia dhe që Irani e ka pranuar në kundërshtim nga Izraeli që se ka pranuar dhe që ka armë bërthamore, i kërkovi që çdo shitje, çdo eksport i Iranit të bëheshe me dollar dhe 8% e vlerës së shitjeve të gjitha mallrave të eksportit pra iranian ti kalonin Shtetet e Bashkuara. Për e vurit taks. I vurit taks, 8%, i vurit gjop. Ta 8% të eksportit tënd, jo të fitimit nga eksporti, Të po të xhiros. E tha 8% të xhiros do mi jepni, do mi paguani mua. Iranianët nuk pranuan, si pranuan këto dhe konflikti ngeli i hapur dhe tashi një arsye tjetër është edhe dosja e Epstein. Thuhet që aty brenda Trumpi ka një video të tmerrshme që ky Jeffrey Epstein e quante Trumpin njeriu milik që kam njohur. Ka pranuar Departamenti i Drejtësisë që ka redaktuar 47.000 dokumenta ku përmendet Trumpi. Nuk dihet çfarë përmendet, po përmendet Trumpi. Po njëra është më e rrezikshme për Trumpin, sepse ai në këto rituale dhe në këto ceremonit që këta bëjnë, siç e kanë zakon këta Satanistët. Po janë këta pasuesit e këtij çifutit që ka jetuar në Ulqin që vdiq ky Sabataj Zevi. Po sabateanët, edhe Rothschildët janë sabateanë. Këta bëjnë orgji dhe me njëri tjetrin, vishen me maska, edhe bëjnë orgji dhe mund të bëjnë seks për shembull, të lajë me motrën nëse kupton. Edhe ai pretendonte që ishte Mesia. Sabataj Zevi. Po. Sultani e çovi për ta varur, edhe i tha, tash i tha, dy rrugë ke tha, ose më shpjer mua ti tha, aty ku je ti tha, me që djali Zotit tha, fol me Allahun, i tha, të më sjell mua në vendin tënd aty tha. Allahu që ka fuqi për çdo gjë tha, dhe ti zbrit bëu sultan tha, dhe të bëhesh ti sultanit. Ai për shpëtuar jetën filloi po qante bashkë me rabinin e Gazës dhe sultani tha ka vetëm një kusht për të shpëtuar, të bëhesh musliman dhe nëse do bëhesh musliman do ta kesh të emër. Dhe ai sigurisht pranoi. Ai pranoi, po megjithatë e tha nuk do shtitesh më, e tha, që të ndjekin çifutët se ata e ndiqnin në mënyrë të shmendur. Dhe e internojnë në Ulqin. Mirë, vinte shpesh herë në dy fshatrat që janë në Bregdet. Janë dy fshatra me origjinë Jewish, afër Kurveleshit, dhe njëri fshat është bërë ortodoks, njëri fshat është bërë musliman. Edhe aty thuhet që ka vdekur dhe Rothschildët kanë dhënë shumë para dhe shumë njerëz kanë dërguar për të gjetur eshtrat e Sabatej Zevit, por deri tash nuk si quhen këto dy fshatra? Nuk janë gjetur. Mirë, kur do të kujtohen. Tani, rikthehemi edhe një herë. Njëri fshat është i familjes së Elisa Spiropalit, dhe më kot Elisa u bë ministre e jashtme, pavarësisht se kjo që ka me kënusja e Edi Ramës. Linda Rama. Linda Rama e kishte shumë inat dhe e hoqi, sepse kryeministre de facto është Linda me fort se sa Rama, dhe Linda ishte shumë i kesh me Ballukun, dhe kjo ishte kundër Ballukut, dhe gjujshët për krajin, si pas opinionit tim, për krajin Eliza Spiropali që të marrë Partinë Socialiste. E ti pa thuaj që Linda Rama po i del kundër çifutëve tani, po i del kundër lobit sionist? Po tash shiko, ka shumë vektor në lojë, në fund është puna, si përfundon loja, okay. Kupton. Kthehemi tek Irani, pra ti më thej që mund të ketë operacione me flamur të rrem, që të synojnë madje edhe Xhamin e Laksa. Si që shiat të jenë në luftë kundër sunive. Nëse kjo nuk ndodh, pra ose nëse ndodh, pa ata nuk e besojnë një gjë të tillë. Dhe ekziston mundësia që të bashkohen shiat dhe sunitët me njëri tjetrin dhe të jenë luftë i bie kundër Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po Izraeli këtë do. Që Amerika të shkatërrohet dhe të mbas luftë. Aha, domethënë ti thua që Izraeli është në një situatë që fiton në çdo rast, si nëse përçahen sunitët me shiitët, si nëse luftojnë bashkë, sepse ja faturojnë humbjen Amerikës.
Po, Izraeli kërkon që Amerika të hapet sa më shumë në për luftra dhe edhe me Kinën dhe me Rusinë dhe me Indinë nga në Oqeanit Indian dhe nga në luftrat në detin e Kinës Jugore dhe detin e Kinës. Dhe çfarë fiton Izraeli ose sionistët nga shkatrimi i Amerikës? Izraeli do përpiqet që t'ja fund asaj që quhet Pax Americana dhe të ndërtojnë atë që quhet Pax Izraeli dhe ata të kontrollojnë pjesën e ngelur të botës mbas një lufte dhe nukleare. Trumpi ka bërë thirrje dje hapur kurdëve që të fillojnë kryengritjen kundër Iranit dhe të luftojnë për pavarësi. Për ata që nuk e din nga publiku, kurdët janë një popull i ndarë në 5 shtete, asnjëri nuk ka shtetin e vet, asnjëri nga segmentet e atij kombi. Mirë po, në histori kurdët janë mashtruar shpesh. Shpesh u është thënë luftoni në Siri, luftoni në Irak, luftoni aty ku duam nesër do t'ju jap shtetin dhe nuk e kanë parë ata shtetin me sy. Kanë ngritur një qendër. Mendon që kësaj here do të motivohen për të luftuar kundër Iranit, se pastaj me siguri do të përfshihet edhe Turqia në lojë. Izraeli kërkon të bëjë një luftë me proksin përmjet kurdëve kundër Turqisë, për ta ndarë një në fillim pjesën e kurdëve nga Diyarbakiri e poshtë ku jetojnë shumicë absolute. Do ta hanë kurdët këtë karrem? Kurdët, unë them që do ta krijojnë shtetin e tyre dhe Turqia do të dalë nga NATO-ja dhe do të rreshtohet në rast se në luftë Rusia dhe Kina në luftë kundër Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe Evropës. Unë them që Turqia do të dalë nga NATO-ja dhe do të luftojë kundër Greqisë, kundër Izraeli, Shtetet e Bashkuara, Francës dhe Turqia do të mundet sepse edhe Rusia nuk e do ekzistencën e Turqisë dhe Rusia mund të joshet duke i thënë që në rast se nuk i del aleat Turqisë, ne do të japim Stambollin. Ashtu siç Po në raport me kurdët, si do sillet Turqia? Do ta shmang konfliktin me ta, t'u jap autonomi apo qoftë edhe pavarësi, shkëputje, apo do të luftojë? Unë them që do ketë luftë midis turqëve dhe kurdëve shumë shpejt dhe Izraeli dhe Amerika do të jenë në anën e kurdëve dhe do kërkojnë të drejtat e kurdëve për të vetvendosur sepse janë popull shumicë dhe kanë territoret e tyre historike. Dhe Turqia do të përdorë dhunë për ta ndaluar këtë, por në fund Turqia do të humbas dhe më pas Turqia do ndahet edhe në 2 shtete të tjera, mendoj unë, një me kryeqytet Ankaran dhe një me kryeqytet Stambollin. A do të ketë shtrirje të konfliktit në ish republikat sovjetike që kanë popullsi muslimane? Azerbajxhani ka thënë që 2 dronë iranian kanë goditur aeroportin e Nakhchivanit. Ndërkohë që Irani e mohon, thotë nuk e kemi goditur ne. Ka shumë mundësi që këto goditje për të hapur lufta kundër Iranit i bën Izraeli. Po cila mund të pasojë? Se Izraeli mund të vazhdojë ta përdorë këtë taktik. A do të hyjnë këto shtete në luftë me Iranin? Azerbajxhani, Turkmenistani, Uzbekistani, Kazakistani se bëhen shumë që pse bëhen bashkë. Unë mendoj që do ketë dhe konflikte mes shive dhe sunitëve, por shumica e muslimanëve mendoj të shtetet muslimane do bashkohen kundër Izraelit dhe Shtetet e Bashkuara. Pra do të ketë një ndryshim të konfigurimit, se sot shohim që janë tërheqëtuar në krahët e Izraelit edhe të SBA-s, pothuajse. Unë them që ndoshta disa me rezerva, por do të ketë revolta të mëdha të popujve të këtyre me kalimin e kohës dhe shtetet e tyre do detyrohen të hyjnë në luftë kundër Izraelit dhe Shtetet e Bashkuara. Pakistani mendon se të përfshihet? Po, gjithë zona e Khorasanit, ku është Pakistani, Afganistani dhe pjesa e kufirit midis tyre me Iranin, një pjesë e madhe quhet Khorasan. Edhe në Kur'an përmendet që ushtarët e Khorasanit do të marshojnë në fushat e Sirisë dhe ku aty do zhvillohet lufta Armagedonit sipas eskatologjisë biblike dhe do luftojnë Gogët dhe Magogët me cilët janë Gogët dhe cilët janë Magogët? Po Gogët këta quajnë rusët, kurse Magogët kinezët, rasën e verdhë. Okej. Dhe Gogët dhe Magogët do të luftojnë kundër kujt? Kundër popullit biblik të zgjedhur, kundër Izraelit, kundër xifutëve dhe rumëve që i quajnë këta domethënë të krishterët, pra gjithë qytetërimi kristianët xifut do të jenë bashkë
pra NATO-ja, dhe nga ana tjetër Gogët dhe Magogët që janë kinezët dhe rusët, vendet ortodokse dhe budiste ose konfuciane, dhe këto do të luftojnë këta në fushat e Sirisë dhe profetizohet ardhja e Dexhalit ose profetit të Rem, ardhja e Muhamediut në fund dhe pasaj e Isait ose Mua më bëri përshtypje si të rikthimit të dytë, thonë këta, kurse çifutët kanë eskatologjinë e tyre, ata presin dy profet të tyre, njëri quhet Bin David dhe tjetri më duket quhet Bin Josef, më duket. Për këtë dytin nuk jam shumë i sigurt, po kështu sikur e mbaj mend, edhe në fakt është rëbus i madh, domethënë se si mund të vej kjo situatë, por këta janë benzina që futen kudo dhe vën nga i shkrepse, janë çifutët të cilët po ndezin gjithë botën. A mendon se Pakistani mund ta lëviz gjelbërën e peshores? Di pse ta bëj këtë pyetje përveç popullsisë shumë të madhe që ka Pakistani, një nga vendet me popullsi më të madhe muslimane në botë. Ka armë atomike. Ka armë bërthamore. Dhe reagimi i tyre në momentin e parë kur u dha lajmi që Khamenei është vrarë, ka qenë jashtëzakonisht i dhunshëm. Ata kanë sulmuar ambasadën amerikane dhe ka pasur diçka si 1000 të vdekur. Ndërkohë që 1000 të vdekur ka pasur në Iran nga bombardimet. Si mendon se të reagoj, se reagimi i popullit është i qartë, që natën e parë kanë sulmuar ambasadën amerikane. Qeveria e Pakistanit çfarë do të bëjë? Po Pakistani para se të hynte në luftë Izraeli kundër Iranit, një ditë para hyri në luftë Pakistani me Afganistanin, ku Pakistani u sulmua nga Afganistani. Është pak e çuditshme se kjo nuk i interesonte Kinës dhe në fakt qeveria e Talibanëve në Afganistan kontrollohet nga Kina tashmë. Dhe është pak e çuditshme se si ndodhi ky konflikt. Dhe një ditë më mbrapa, Izraeli sulmoi Iranin duke bërë me atë fait accompli, me faktin e kryer, dhe të roqen dhe Shtetet e Bashkuara në këtë luftë. Tashi është ndezur domethënë një vatër e madhe që janë 20 shtete të cilat janë të interesuara për përfundimin në një mënyrë ose në një tjetër të kësaj lufte, shtetet fuqishme të botës, dhe këtu tash janë të interesuar India, Kina. Po hyri India me Kinën, do hyj automatikisht Japonia me Korenë e Jugut dhe me Australinë. Edhe Amerika i ka bërë thirrje Australisë të përfshihet. Po, edhe gadishulli i Indokinës, domethënë është kundër Kinës, për shkak se ata kanë frikë nga supremacia e Kinës, e cila po kontrollon detet dhe nuk lejon territoret lira për të udhëtuar ujëra ndërkombëtare, për të udhëtuar anijet e Indokinës për në Japoni, në ngushticën mes Tajvanit dhe Kinës. Kina ka ngritur disa ishuj artificial, edhe thoti që këto ishujt janë të mjet dhe mbi bazën e kontrollit të detit nga toka kaq kilometro dhe ngrej ishujt vende dhe thot 13 kilometro që këtu, thot, ande, thot, s'kini drejt kaloni pa paguar taksat atime, ose po mos dua unë nuk ju le, dhe kështu ka kontrolluar gjithë detin e Kinës jugore. Dhe këto vende duhet ikin nga poshtë Tajvanit që të dalin të shkojnë të bëjnë tregti me Japoninë. Dhe Kina nuk i lejon as për peshkim në këto vende që dikur kanë qenë ujëra ndërkombëtare. Dhe këto vende kanë probleme të mëdha me Kinën dhe mund të përfshihen, njëkohësisht në krah të Kinës mund të përfshihet me goditje bërthamore me raketa nga Korea e Veriut, mund të goditet Japonia. Japonia ka deklaruar kryeministre japoneze që në rast se sulmohet Tajvani, ne do të godasim Kinën dhe në një distancë 200 kilometro nga Tajvani janë disa ishuj të Japonisë, dhe Japonia ka vendosur raketa me rrezet gjatë veprimi aty dhe ka kërcënuar Kinën që në rast se sulmon Tajvanin, ajo do të goditet anijet dhe flota e saj. Kam frikë se është një deklaratë boshe kjo që e kanë bërë vetëm për konsum të brendshëm. Sa? Sepse nuk besoj se ushtarakisht Japonia ka fuqi të përballet me Kinën. Për më tepër që nuk ka asnjë alibi se Kina nëse merr Tajvanin, merr një territor kinez.
vërtet i shkëputur dhe i ndar Se për arsye historike dhe ideologjike. Zhvillohet mbi moralin politika. Jo, por nuk ka si justifikon përpara elektoratit. Edhe Irani ka të drejtë të ekzistojë. Thot pse mësuleni, po është një lloj sikur ti thuash ujkut, ti thot dele ore pse po mati mu. Po patjetër, dhe prandaj 80% e amerikanëve janë kundër ndërhyrjes amerikane në Iran. Po normal. Po ndërkohë është tjetër fuqia e Amerikës në raport me Iranin, tjetër fuqia e Kinës në raport me Japoninë. Kam përshtypjen që po plasi Japonia nuk do jetë vetë, Japonia është me Korenë. Po kam përshtypjen që po hyri Japonia në atë konflikt bëhet shkrum nga Kina. Se është dhe vend i vogël dhe i mbledhur. Po kush e le E dëmton kollaj. Do flota amerikane atje që do hyjnë në rast se krijohet konflikt, do të gjithë. Ti mendon që do ketë ndonjëherë luftë drejt për drejt SBA Kinë? Unë mendoj që nuk do ketë. Unë them që do ketë. Mirë, këtu do jemi. Unë them do ketë Evropë-Rusi. Rikthehemi pak te Europa dhe duhet ta mbyllim pastaj me Shqipërinë. Jo, do ketë Evropë-Rusi, do ketë SBA Kinë me këto aleancat e tyre, dhe SBA-ja do marrë gjatë fillimit luftës Evropë-Rusi, do marrë Groenlandën, Kanadan, Meksikën. Pra do kontrolloj gjithë Amerikën e Veriut, Meksikën do të godasë në emër të karteleve të drogës, sepse nuk janë në gjendje qeveria meksikane me atë presidentin që futet të vendosë ligjin, dhe do ndërhyjë, do ketë një casus belli për të goditur për ta marrë Meksikën, njëkohësisht do marrë Kanadan, do marrë dhe Groenlandën, dhe pasaj do përpishet të tërhiqet në hemisferat e perëndimit, në 2 Amerikat. Më vonë do të ketë probleme me Brazilin, e cila është në BRICS, dhe në rast se BRICS-i humbet luftën, pra Rusia me Evropën dhe Kina me Amerikën. Do vihet në rreshtat e Brazilit. Do vihet në rresht dhe Brazili dhe do ta Po the një gjë interesante, the do hyrë në luftë Europa me Rusinë, cilat shtete europiane mendon që do luftojnë me Rusinë? Se diskuton këtë ti? Po, e diskutoj, po. Cilat shtete europiane kanë këllë që të përballen me Rusinë? Evropa me Rusinë do bëhen shkrum, vetëm shiko dhe Polonia, Bielorusia, Ukraina, vendet baltike, ajo Kaliningradi, Gjermania lindore, Çekia, Slovakia, por edhe qytetet të veçanta më të mëdha evropiane, si Parisi, Berlini, Amsterdami, do goditen gjitha me armë bërthamore. Me armë bërthamore? Po, nga Rusia. Do goditet Moska, do goditet Nizhny Novgorodi, do goditet Shën Peterburg. Pra, do të kemi një luftë bërthamore, thotë. Unë mendoj që drejt saj po shkon. Drejt Klaus Schwabi thot, jo rendiri botëror, thot rivendosja e madhe. Rivendosja e madhe është baraz me përmbytjen e madhe që është në Bibël, që mbyt gjithë bota. Dhe rivendosja e madhe kështu duhet, dhe thanë nuk flasin kot. Kush do ta fillojë këtë luftë atomike në Europë? Se dikush do ta provokojë. Po e para mund ta fillojë Izraeli për të fituar luftën, pasi të futet Kina në luftë me Shtetet e Bashkuara në Jo, në Europë, si do përfshihet Rusia kundër shteteve europiane. Shiko, do ta provokojë Rusia apo vendet europiane? Van der Leyen dje tha që gjithë ekonomia e makinave ka filluar të punoj për mbrojtjen. Ne kemi një ekonomi të pamposhtur, dhe një industri dhe teknologji gjigande, tha. Ti beson von der Leyenit? Për këta i besoj. Se ta kam thënë me kohë që Evropa ka shumë kapacitete, po ju në mlefsoni Evropën. Evropa është shumë e fuqishme dhe Evropa ka 700 milion banor. Evropa ka kaluar në fushën e mbrojtjes 1.5 trilion dollar, ka kaluar dhe Amerikës në investimet në mbrojtje. Evropa ka një teknologji të jashtëzakonshme të një niveli të lartë. Evropa ka shkencëtar nga më të mirët në botë. Evropa armatimet që jep Ukrainës po i blen në Amerikë. S'prodhon asgjë vetë. Ta thash si nda bota pas luftës dytë botërore, po tash ka ndryshuar çdo gjë. Teknologjia evropiane është vënë në funksion të mbrojtjes, të industrisë ushtarake. Po të them që janë 1.5 trilion dollar që ja ka kaluar dhe Amerikës me 1.2 trilion dollar, ja ka kaluar Evropa. Dhe për 2 vjet ajo do shpenzoj 3-4 trilion dollar dhe në fund vitit 2027. E kupton ti çfarë rezerva ushtarake. Po ku do të gjej paratë Europa që të vazhdojë? Se mirë mori borx herën e parë dhe po gjithë paratë e botës 90 miliard dollar borx. Po gjithë paratë e botës Rothschildët i kanë, më që tër paraja që është emetuar Rothschildët i kanë. Po mirë, dakord, po Europa po mbetet avash
pa burim energjie. Se nafta e gazi nga Rusia jo, nga Venezuela jo, nga Irani jo. Nga do ta marrin ata. Evropa Mineralet e rralla nuk ka akses fare. Ka shumicën Kina, një pakicë Amerika. Trumpi kështu po përpiqet të afrojë Evropën. Ni thotë unë dua 8% fitimin nga nafta iraniane, ja marr Iranit dhe ju do të blini naftën e Iranit. Po kur ta kontrollojë naftën e Iranit? Irani është si? Kur ta kontrollojë se edhe tham që Irani nuk është Venezuelë, madje edhe për Venezuelën kam përshtypjen që gënjen pak sa shumë Trumpi. Trumpi po përpiqet ta josh Evropën me këtë formulë që juve do merrni naftën e Iranit. Unë po luftoj për Izraelin dhe për ju. Po mirë, me Trumpit mund doj shumë gjëra, po kush ja jep naftën e Iranit? Po mirë, dakor. Se duhet ta kesh që t'i japësh Evropës. Tashi Evropa po e ble shtrenjt. Naftën po e ble nga amerikanët, nga Rockefellerët. Por paret e japin Rothschildët, i japin borxh evropianëve dhe para ka pafund, sa të duash kanë evropianët. Dhe unë them që nga 700 milion banor që ka Evropa, do më thënë 3 milion ushtari bën kështu shumë shpejt. Dhe jemi në fund, por as ka dalë koha. Rusia sot që është e militarizuar, e super militarizuar, ka buxhet për ushtërinë 140 miliard dollar. Dhe si mendon ti, mund të luftoj dot luftë konvencionale Rusia me Evropën? Po. Kur? Sepse prodhimi i armëve në Rusi dhe në Iran dhe në Kinë kushton shumë më lirë se sa në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara. Ja, besoj që ndikon kjo. Po ndikon si ndikon. Po s'ka pse ndikon. Irani lëshon një dron që bën $20,000, duhen 2 ose 3 raketa që kushtojnë 200,000 deri në $1 milion copa për ta rrëzuar. Po mirë, kjo është tjetër gjë, ka të bëjë me gjeneratën e 4 të armatimeve, këto që ka Irani janë, domethënë shpiket fundit që kanë ata nuk i kanë dhënë ndoshta ato. Një fjalë fundit për Shqipërinë se jemi në mbyllje, duhet ta mbyllim. Tash po të them një gjë. Ka kaluar koha. Në Shqipëri po investohet në fushën e mbrojtjes. Në shtator fillon një fabrikë që prodhon fishek dhe deri në fund të vitit plani i tyre është të prodhojnë 350 milion fishek. Po dron do prodhem? Po është tjetër gjë dronët. Kjo është po se luftrat dronët do jenë. Luftrat e së ardhmes do jenë me dron, nuk do jenë me fishek Kalashnikov. Ta shpjegoj edhe dronët. Shumë ushtarë që synohen të vriten në këto thertoret, do vriten edhe me plumba, edhe me dronë, edhe me çat këtë mundësi me artilleri. Është një luftë për të zhdukur të bardhët, kryesisht. Dhe Shqipëria në vitin 88 ka prodhuar 80 milion maksimumin e fishekve, 80 milion në vitin 88. Tashi nga shtatori dhe në dhjetor do prodhohen 350 milion, pra 5 fishe gjysmë më shumë për 3 muaj, për 4 muaj nga prodhimi që kishte në kohën e komunizmit. Urojt mos ta duhen edhe t'i shesim. Jo. Urojt mos ta duhen t'i përdorim vetë, uroj unë. Ja, to do shiten gjitha. I kanë porositur NATO e Evropiane. Okay. Edhe parat i kanë dhënë ata për ndërtimin dhe vitin tjetër kapacitetet do rriten 3-4 herë vetëm nga ky grup investitorësh, 3-4 fish dhe imagjinohet sa do prodhohet në vitin 2028. Mos po hap tema të reja se na ka kaluar afati, regjia na ka njoftuar 2 herë që kemi të kaluar afatin. Të falenderoj shumë për bisedën. Ju falenderoj dhe juve që na ndoqët dhe ju uroj një natë të këndshme, ju uroj takim për javën e ardhshme.